Zotërim, flasim tani për rrjetet sociale në fushat. Sa dhe si u përdorën Aulona Minga? Kjo është pyetja. Sa video kemi komentuar këtu po, pafund, me aty denjës a do të gjenerojnë pastaj dhe votat, e do t'i perceptojë siç duhet edhe elektorati. Mos kandidatët e listave të hapura, çfarë nuk provuan për të marrë vota? E si përfundim? E vërtet. Jemi me Ervin Koçin, gazetaren e Politikës, presim edhe Tomin Kallanxhin për të parë dhe këndvështrimin e tij, por e nisim me ty bisedën sepse po t'ja heqi për shembull fushatës këtë rrjetet sociale të gjitha, program nuk është të dëgjuam në gjë, çfarë mbetet? Shiko, vetë rrjetet sociale u kthyen në një ekran për kandidatët që kishin mundësi të dilshin në televizion, të ishin të aksesueshëm me publikun, jo domosdoshmërisht në takimin sy më sy. Nëse zoti Rama dhe zoti Berisha, si dy kryetarë partish, kanë gjithmonë akses në televizion e media për shkak se përfaqësojnë entitetet politike, janë kryetarë partish, normalisht kur del kryetari mbi zotëron nuk mund ndali kandidati poshtë, të tjerë shfrytzuan platformat e rrjeteve sociale për të qenë, mund themi, sa më shumë vizibël edhe për qytetarët e tjerë, duke bërë, mund themi, dhe video që nga ato dramatike deri nga ato komike, që përmendën shumë mirë, i kemi komentuar dhe herë publikisht, herë publikisht, po sigurisht që kanë gjallur, mund themi, një farë reagimi. Dhe normalisht, duke shfrytzuar aksesin e madh që kanë qytetarët në platforma, pasi gjithë kanë një smartphone dorë, dikush të fundit, dikush të parë 10 viteve, po të gjithë kanë akses në këto platforma, dhe u munduan që të ishin sa më shumë vizibël, qoftë pse jo duke bërë premtime, pse jo duke reklamuar kryetarin e partisë, se jo duke reklamuar aktivitetet e veta. Po kaq pra thjesht për të ngecur në memorie në një farë mënyrë, se nuk besoj që dikush ka parë videon e ndonjë nga kandidatëve të listës hapur dhe tha, "Ok, pëlqen kjo video, do të jap votën për kësaj." Po të shohësh trendin e videove që ndiqen kryesisht janë videot e shkurtra, nuk janë videot e gjata. Pra, nuk është se ul dikush edhe pa një dokumentar 1 orë gjysmë dhe u bin që ky kandidat është mirë. Ka pa 30 sekonde video, ka bërë scroll, ka vazhduar. Duket që edhe Berisha i hyri kësaj. Sigurisht edhe Berisha, i cili për nga mosha konsiderohet, mund themi, me më shumë vite mbi supe, dhe ju rikthye ke platformat, mund themi, digjitale për të qenë sa më afër të rinjve në mënyrën e të komunikuarit. Po me ato vini duket sikur tani jemi shumë larg asaj fushatës tradicionale, ndoshta edhe për faktin sepse një pjesë e deputetëve kishin vendin e sigurt, nuk diskutohet. Por ata që ishin brenda garës dhe që duhet luftonin qoftë edhe për një votë. Natyrisht takimi derë më derë, dakord, por jo siç ka qenë dikur, ato mbledhjet e famshme ku ti ulesh edhe dëgjoje deputetin që të premtonte. Janë këto mënyrash, metoda apo tingëllojnë të vjetra tani në 2025-ën? Para punës ka ndryshuar mënyra të bërit politik, nuk është njëta mënyrë si më përpara. E dyta punës ka të bëjë, më themi, edhe me prezencën që ka politikani. Dikur deputeti zonës ishte sikur vinte Perëndia në lagje. Tani deputeti zonës e shef, po desh i flet, po desh si flet, je i lirë të bësh çfarë duash. Dhe duke qenë se ka ndryshuar mënyra të bërit politik, sigurisht edhe mënyra të bërit fushat ka ndryshuar. Nuk domethënë dikur nëse trokiste kandidati për deputet këtë dera shtëpisë, përveç që i hapi dera, u ofronte dhe brenda i thohet lutem meja, nderi madh që erdhën në shtëpi. Sot kur të troket në derë, është shef, edhe s'ja hap. Nuk të troket fare kanë përshtypjen? Edhe se troket, nis njerëz, dërgo flet palosje. Dhe sigurisht që duke marrë në konsiderat që njerëzit vetvetiu nuk janë më të interesuar shumë për politikën, gjë që u provua edhe nga pjesëmarrja në zgjedhje, ishin 200.000 veta më pak që votuan në parlamentarët 11 majit, vetvetiu u dukën që më të orientuar drejt, më themi, teknologjisë. Përdorin teknologjinë për të komunikuar me njerëzin. Pasi një mënyrë tjetër, çdo njeri është duke qëndruar në smartphone e tij, dikush për punë, dikush për qef, dhe duke reklamuar videot e tij, automatikisht i dalin, më themi, dashje pa dashje, dalin videot e kandidatëve për deputet. Po, ja pra, një pjesë kishte me faktorizoj, për shembull, nga ajo telenovela me zotin Rama. Me pastaj duke jo me bilo, jo pa bilo, me të duar se do të merte. Çfarë na thot kjo? Ti dhe të marrësh vota, do të qash sistemin në mënyrën si funksionon. Mision, arritën 3 parti, arritën dhe bën diçka mundur. E vështirë në kushtet ku jemi. E vështirë dhe duke qenë se tiu ka që i vështirë, çdo politikan e ka pothuajse të pamundur 2013-ën deri sot
Dhe kam mundur ta çajnë këtë sistem. Më dalin dhe me emra konkret, më dalin dhe parti të re që janë krijuar para zgjedhjeve, mos gabojmë nga që zoti Erben Mali, po marr Vlorën, se ai kandidoi pavarur në Vlorë në 2013, një zonë zgjedhore që donte më pak vota se Tirana që do bënte, nuk u bë. Kishin bërë mirë topi 2013, nuk u bë, për të vazhduar pastaj 17, 21, 25. Dhe sigurisht për dalë ke zoti Basha, ai u mundua që duke qenë se kishte shumë kohë pa dalë në media. Për një vit e ca, mos gabojmë, ishte pothuajse ineksistent në aktivitetet publike, shfrytëzoi maksimalisht, mund të themi, dhe videot deri diku komike, deri diku, mund të themi, popullore për të qenë sa më atraktiv për qytetarët shqiptar në mënyrë që të merrte mbështetje. Dhe sigurisht, nuk doli deputet, po nuk mund të thuaj që s'mori vota. Pragun kombëtar e kaloi, arriti numër të konsiderueshëm, po jo mjaftueshëm që të çante sistemi për të bërë deputet i Kuvendit të Shqipërisë. Mbase po të kishe punuar më fort dhe çik më përpara në kohë, edhe mund të ishe bërë deputet i Kuvendit. Dhe të vini të rezulton që ndonjë nga këta kandidat për deputet që ka, si thua, ka menaxhuar mirë dhe fort rrjetet sociale, po themi Facebook kryesisht, që ne shqiptarët atje jemi më tepër përqendruar. Facebook, Instagram, platformat e metës. Po, pra i suksesshëm në rrjetet sociale, edhe ka fituar edhe atë letimi mandatin e deputetit, edhe TikTok, po, pra ishte kosa, po. Dritare shumë rëndësishme përpara se të mbyllej pjesërisht. Pra, ka nga ata që kanë marrë mandatin e deputetit sepse kanë qenë dhe shumë të suksesshëm në rrjetet sociale. Besoj se është e vështirë ta ndash që e mori mandatin për kësaj, po do të evidentoja zonjën Jorita Tabaku. Ka bërë një fushat goxha të fortë në terren, po çdo gjë që ka bërë në terren e ka, më themi, reklamuar edhe në platformat e rrjeteve sociale. Vetë tiu, kur shkonte takonte banorët e lagjës saj vjetër etj, vetë tiu ato i publikonte dhe në rrjetet sociale që tregonte i farë, më themi, angazhimin e saj. Dhe sigurisht më shumë se sa 30 ditë zonja Tabaku që kur kuptoi që ishte listë hapur, ka bërë realisht një fushat agresive kuptime mirë të fjalës. Gjatë gjithë kohës në terren, çdo takim gjithashtu e reklamon në rrjetet sociale dhe u shpërblyen finale me atë rezultat që mori, që ishte më themi, domethënës për votat që arriti të grumbullonte në emër të saj. Dhe rrjedhimisht do ta evidentoja si një nga kandidatet cila pse jo rrjetet sociale e kanë ndihmuar që të ishte dhe atraktive për, më themi, për gjithë shtresat e shoqërisë që votojnë. Pasi, për ashtu 60 vjeçar plus të cilët aksesi në rrjetet sociale mund ta kenë disi edhe më të limituar, gjithë pjesa tjetër duam, s'duam, aty jemi gjithkohës, aty informohemi, aty komunikojmë, dhe vetë tiu duke parë aktivitetet tilla, dikujt mund të kenë ngelur mendje që të thoshte, këtë zonjë unë e preferoj edhe duhet ta votoj për kandidate për deputete të Kuvendit të Shqipërisë. Po shikojmë edhe publikimet e saj, natyrisht foto me ndjekës, edhe gjatë gjithë kohës, edhe duke përdorur natyrisht qoftë Facebook apo Instagram, gjithçka që ka mundur për të qenë më pranë elektoratit të saj, që natyrisht le të themi kanë qenë të shumtë ata që kanë votuar, apo jo vini, sepse ka patur mjaft sukses më konkret në rezultatin, kujtojmë edhe një herë garën që ka patur me zotin Ali Beaj, me zotin Ali Mehmetin, të cilin edhe e fitoi, por që duhet thënë më konkret në shifra, se gjithmonë shifrat janë patjetër, sepse aty më saktat në këtë pikë, zonja Tabaku ka arritur të marrë 20.565 vota, dhe zoti Ilir Ali Mehmeti 18.125. Nëse mbledh të dy bashkë, janë 23.5% votave të Partisë Demokratike në qarkun e Tiranës. Vetëm me këta të dy. Vetë imagjinosh që këta janë në listë. Dhe nga këto dy vetëm njëri do bëhet deputet. Po, këta janë në listë hapur. Kandidatët e Partisë Socialiste në listë të mbyllur kanë marrë jo më pak se 2 apo 3.000 vota më shumë, zoti Gonxha dhe zoti Braxha. Dhe ato në listë hapur kanë dalë goxha mirë, me thënë të drejtën, dhe zoti Gonxha dhe zoti Braxha do ta përgëzoja, mund themi, për numrin e votave që arriti të merrte, duke bërë një fushat edhe ai goxha agresive, qoftë rrjetet sociale nëpërmjet smartphone-it tij personal, qoftë edhe duke shëtitur në këmbë çdo pllëm të njësisë 5, duke qenë prezent gjatë gjithë kohës në çdo lagje të Tiranës, pse jo për të bërë për vete. Na është bashkuar në studio tani edhe Tomi Kallanxhi, eksperti IT-s. Ja dole. Kemi dëshirë që në fakt shohim pak edhe këtë aspektin tjetër të rrjeteve sociale nga brenda, se çfarë duket nga jashtë, mund perceptohet dhe interpretohet në forma nga më të ndryshme. Por ti di më mirë se si shqiptarët kanë klikuar në internet gjatë gjithë fushatës edhe pas zgjedhjeve. Në ato ulumtimet dhe tua, çfarë ke mundur të gjesh diçka interesante dhe që ndoshta mund të përbëjë dhe lajm, Tomi? Shiko, sa unë duhet prek të çështjen e politikës, se me marrë shumë herë gjatë zgjedhjeve për të çështjen e AEC-ave, meqenëse ju e kishit nisë të gjë.
ndonjëherë komunikimi, jo vetëm online, por edhe viziv, përdoret për të krijuar perceptimin e fituesit, jo fituesin. Fituesi krijohet në terren. Kurse social media përdoret për të krijuar perceptimin që ti do jesh fituesi. Qartë. Për të jap një shembull. Shumë personazhe që humbën nga Partia Socialiste mandatin, për shembull Qefalia. Po. Ai kishte një fushat pothuajse të vakët në të krijuarin perceptimin e fituesit. Po Qefalia nuk e humbi mandatin, ëh. Mënyra se si nuk u bë deputet, në farë forme ha debate edhe për çështje antikushtetuese. Pse vin? Ja, e mori një zonjë thjesht për plotsu kuotën, po jo se zonja kishte më shumë. Është tjetër historia ajo, por që e humbi edhe këtë perceptimin, se e mori Ronaldo Rakipi, kështu që ai e kishte perceptimin e fituesit sepse po ju përkthyen në vota gjithsesi, ëh. Okej, u përkthyen në vota, por sepse edhe te ata që numërojnë të qenurin të pasurin perceptimin e fituesit është shumë e rëndësishme. Dhe social media për këtë gjë përdoret, më fare, unë nuk e besoj që votat shumicën e politikanëve i marrin nga social media, krijojnë vetëm perceptimin për opinionin tim. Besoj diaspora mund të ketë marrë nga social media se është një njeri që është më i aftë se gjithë të tjerët për të krijuar që është kryeministri, por që pastaj për gjithë tjerët, pastaj qartë. Cilat janë rrjetet që kanë përdorur më shumë gjatë fushatës? Facebook, Instagram, Facebook, shiko, nga kandidatët ka pas edhe një batutë shumë interesante, sepse shumica e kandidatëve nga që ishin për herë të parë që kandidonin, dhe edhe disa e kishin për herë të disat, por nuk e dinin që advertising politik ishte publik. Pra mund ta shihnin edhe të tjerët. Po, e shohin. Edhe në Facebook. Shohin se sa ka paguar. Se sa ka paguar, po, e shohin në real time. Po, e shohin se... Ne në fakt kemi nxjerrë disa grafika këtu ku evidentohet nëpërmjet charteve se si. Dhe e forta ishte që kur fillum ne me nxjerr këto lajmet, kronikat që sa ka harxuar një deputet, ata atëherë kuptuan që çdo gjë ishte publike dhe shumica për tyre edhe u tërhoqën nga shumë fushata online. Ja ku po shohim ndërkohë, këto janë le të themi të dhënat që kanë nxjerrë koalicioni për reforma, integrim dhe institucione të konsoliduara, duke u bazuar natyrisht tek rezultatet e Metas, dhe shohim që Partia Demokratike e shikoni këtu me vijën blu, ka hedhur më shumë para të paktën në Facebook flasim, dhe për atë që po thojti për ecat e famshëm apo ato sponsorizimet, gjithashtu është partia ose më saktë Aleanca për Shqipërinë Madhështore në këtë rast. Kjo vija e gjatë që merr për sipër në mënyrë të frikshme është Partia Demokratike dhe Aleanca për Shqipërinë. Pra kanë harxuar jo pak për rrjetet sociale. Kjo tregon që ata kanë shpenzuar jo pak por shumë. Këtu është një afat kohor nga 1 dhjetorit, paktën te ky grafiku që keni në të majtë të ekranit deri në datën 4 maj, dhe që arrin shifrën e gati 130 apo 140.000 eurove në rrjetet sociale. Krahasuar me çka shpenzuar me çështje të tjera, këto duken. Po, mendon? Konsulenti politik nga Amerika, kontrata lobimit. Po, ato ja pastaj ne bëjmë krahaso këto pastaj. Jo, krahasuar me njëra tjetrën. Ne krahasojmë me partitë, sepse po të shohësh në grafik le të themi vijat e tjera që tregojnë se sa shumë janë shpenzuar para, shikoni pak se ku janë vijat e partive të tjera. Dhe nuk arrin as tek 50.000 euro. Shiko se ju merrni këto që janë publike, po shumë gjëra në media në Shqipëri janë jo publike. Po ja, të marrim shumica e portaleve se s'du të dalë si opozitar, por që PS-ja për shkakun që nuk ka si ecë këtu për shkakun, ishte baner gjithë portalet. Gjithë portalet mediatike. Portalet mediatike ishin banerat. Kostot janë publike? Dini gjë? Ato bën publike 3 muaj pas datës. Ato bën pas verifikimit rezultateve. Me vetë deklarime etj me radhë, por që çfarë dim tjetër tonë? Po televizionet rasti konkret, të ftuarit nëpër emisione, të ftuarit nëpër prime time, çdo gjë është ka qenë kosto. Pra për te rrjetet sociale, që ndoshta mund të kenë qenë të pakta, por ama është... Do të thënë, kjo mund të jetë, për opinionin tim, në krahasim ato që ka harxuar fushat, mund të jetë 1/50. Kaq sa duket pra, ëh? Kaq kjo që duket. Në social media. Vini, kemi parë më tepër aktiv këta të listës së hapur. Ashtu vetë ku i gjejnë lekët. Bën ndryshime kodit zgjedhor dhe i trefishuan mundësinë e shpenzimeve kandidatëve. Përpara nuk ishte se s'kishin para, po nuk lejohet shpenzonin. Të rritën tavanet, çuan herë 3 atë që mund shpenzonin kandidatët, automatikisht i dolën mundësi që të shpenzojnë para, sigurisht nga xhepi i tyre ose nga kotacionet e partisë. Nëse flasin për kandidat, pjesën më madhe i ka komplet nga shpenzime personale. Ajo që bën përshtypje është fakti që për shembull Partia Socialiste nuk ka shpenzuar, nuk e di, qofsha i gabuar, por duket sikur nuk ka shpenzuar
As pak sa që kanë shprezuar partitë e tjera për fushat në rrjetet sociale? Në rrjetet sociale jo, po se Partia Socialiste ka akses në platformat e tjera më kollaj. Ka network kështu sharing. Që thotë, sot do shpërndajmë postimin e Kristit, le të shpërndajmë postimin e Kristit me 200 veta. Që diskutuan para disa vitesh, aja aktivisti nuk është se nuk ekziston. Ata kanë akoma koncept, që këtë pik nuk është se kanë e gjithë palishme, thënë drejtën, njërës që do shpërndajnë publikimet e kryeministrit, publikimet e këtij kandidati, publikimet e këtij. Momenti që personi bëjnë sa më shumë share vetiu deri si sugjerim për të tjerë që ta shohin. Bën administrata këtë vin? Kjo është, më themi, për te konceptit, se nëse do thojë bën administratë publike, do thojë që administratë publike po kryen një vepër penale. Andaj rezervoj veten ta them që e kryen filane apo fisteku. Po fakti që ka kaq shumë, më themi, shpërndarje të aktiviteteve është një sinjal që dikush duhet t'i hedhë një sy. Tomi, po në fakt edhe diçka tjetër që besoj përbën interes, sepse kemi parë këtu, po i komentoni pak dhe me Vinin, këto videot, po themi fani, deri diku që duke mund të ishin të tilla, po nga ndonjëherë ishin dhe një lloj fani e dështuar, do thoja unë, por që kanë qarkulluar shumë në rrjetet sociale. Këto çfarë prodhojnë? A kur je një personazh dhe kur je ke kriju atë personazhin tënd e temërat dhe do të bësh fani, më shumë humb se sa fiton. Mendon? Kur je një personazh që nuk të njeh asnjëri, atëherë los me këtë, më mirë lajmi keq se sa më mirë fam keq se sa pa fanfare. Kandidat gjetën mënyra të bukura, kreative, të kënaqshme për shiko se edhe mënyrat kreative nuk bën shumë kollaj virale, Domethënë ty duhet shumë punë dhe shumica e kandidatëve janë emëruar një muaj para se të fillonin zgjedhjet, 2 muaj para, hajde se je kandidat. Prandaj shimin ato videot jo me top, jo duke kaluar ferrën. Pikërisht, domethënë, dhe për opinionin tim, ndoshta prandaj do të fillojë çik një vit para që edhe ata që janë të rinj të bënin fushatin çik më të mirë, dinjitoz. Shumica prej tyre i kishin page-et aq të reja në social media, saqë nuk bënin dot ec. Se ti do të kishe mbi 30 ditë faqa që të bënin advertising në temë radhë, kështu që e drejt. Ne do të vëmë ndjes vetëm për pak minuta, sepse do të bëjmë një lidhje drejt për drejt me gazetaren tonë Xhecila Kodra, e cila do të na raportoj pak për mega operacionin e SPAK-ut. Ne përmendëm edhe pak më parë në faqen tonë të atë CNN-it, por Xhecila ka detajet e kësaj ngjarjeje që përbën rëndësi gjatë ditës sot. Me Xhecila, çfarë mund të na thuash më shumë? Mirëmëngjesi, që në orët e para të mëngjesit të sotëm, forcat të shumta të policisë së shtetit, por që me urdhër të SPAK dhe vendime gjykate të lëshuara në fakt nga GKKO për urdhër arreste dhe urdhër kontrolli në disa banesa, kryesisht persona të skeduar për veprimtari kriminale, ka nisur që në orët e para të mëngjesit. Në fakt janë lëshuar sipas burimeve të policisë dhe të prokurisë posaçme SPAK, janë lëshuar në total të paktën 52 masa siguria apo urdhër arresti mes Shqipërisë dhe Italisë, duke qenë se ky operacion është duke u vijuar në bashkëpunim me autoritetet italiane dhe ka të bëjë me akuzën e krimit organizuar apo dhe për trafik të lëndëve narkotike edhe të kokainës. Duke u referuar të dhënave që kemi mundur të marrim në mënyrë jo zyrtare, në fakt duke qenë se nuk ka një reagim zyrtar as nga Policia e Shtetit dhe as nga Prokuria e Posaçme SPAK, por burimet të besuara bëjnë me dije se vetëm në vendin ton janë të paktën 20 urdhër arreste dhe urdhër kontrolle që janë lëshuar në të paktën 4 qytete, mes Tiranës, Durrësit, Fierit dhe Vlorës. Mes këtyre personave që është kërkuar edhe mas siguria ajo e arrestin në Burg dhe i është kontrolluar banesa, por që në fakt nuk është gjetur në banesë dhe tashmë është shpallur në kërkim ndërkombëtar, është edhe biznesmeni Erviz Doçi në Durrës. Po në Durrës është lëshuar një mas tjetër sigurie edhe për një avokat, ndërkohë që në Vlorë, sipas burimeve deri në këto momente janë ushtruar disa urdhër kontrolle dhe disa kontrolle në banesa të ndryshme, por që nga këto kontrole janë arrestuar vetëm 2 persona deri më tani. Sipas të dhënave që kemi mundur të sigurojmë nga grupi i hetimit, bëhet me dije se janë sekuestruar po ashtu disa dhe është kërkuar sekuestrimi i disa pasurive të paluajtshme mes Tiranës dhe Durrësit, por nga ana tjetër mes personave për të cilët ka dhe urdhër arreste ka dhe ish punonjës dhe ish punonjës policie, po ashtu dhe zyrtar të tjerë në institucione të ndryshme. Ndërkohë, sipas të dhënave që kemi mundur të sigurojmë dhe sipas burimeve të grupit hetimor, një nga personat e
e tjerë që është ndaluar në fakt sipas burimeve të policisë. Bëhet me dije se në Fier është ndaluar edhe administratori një shoqërie transporti udhëtarësh dhe kërkesa në fakt të cilat janë bërë edhe me urdhër të SPAK, ndërkohë që kontrollet dhe jo vetëm në banesa, por dhe kontrollet për të arrestuar persona tashmë të shpallur në kërkim janë duke vijuar në të 4 qytetet e vendit, pra mes Tiranës, Durrësit, Pierit dhe Vlorës, kontrollet të cilat janë shtrirë që në orët e para të mëngjesit. Dhe gjensilat dhe diçka tjetër në Mosgaboj janë sekuestruar dhe një sër pasurish të paluajtshme apo jo në Tiranë dhe në Durrës. Dim se drejt cilëve persona është marrë kjo mas? Në fakt nuk ka të dhëna konkrete se për kë bëhet fjalë, në fakt për kë nga personat e skeduar të botës krimit bëhet fjalë për këto pasuri, por të paktën nga informacionet që ka mundur të siguroj deri në këto momente, në mënyrë të detajuar, në fakt bëhet me dije se deri në këto momente bëhet fjalë vetëm për apartamente dhe toka të ruall, ndërkohë që duke qenë se ky operacion vijon të jetë ende në vijim e sipër edhe nga forcat e policisë, por me urdhër të SPAK, sigurisht që në orët në vijim jo vetëm që do të ketë një deklarat për shtyp, mund të themi, nga këto dy institucione, por nga ana tjetër edhe detaje më të organizuara, mund të themi, apo më të plota për këtë mega operacion, sigurisht që edhe në sajt hetimeve, pra konkretisht akuzat e ngritura ndaj këtyre personave, apo edhe se kush do të jenë personat e tjerë që janë të përfshirë në listën e prokurisë posaçme SPAK që janë hetuar gjatë këtyre muajve. Gjensila, ne të falenderojmë për këtë lajm të minutave të fundit, natyrisht do të ndjekim në edicionet e lajmeve ditë të mbar. Okej, mirë, rikthehemi tek tema jonë. S'kemi që bëjmë. Ja që janë edhe këto, vini e kupton shumë mirë. Gjithsesi, Tomi, ne përbën interes në fakt edhe kuriozitet të madh, edhe ajo se çfarë kanë klikuar qytetarët gjatë fushatës, ose kush ka qenë emri, apo personazhi, apo videoja më e përfolur, më e ndjekur. Mund të arrijmë të kuptojmë diçka? Video dhe personazhe nuk është se ka pasur, sepse e para njërë në Google Trend ti duhet t'jesh, në social media ka një gjë që ti mund ta manipulosh kollaj opinionin publik. Domethënë, ti mund të postosh një video dhe mund dali befast, video jote ka shkuar 500.000 view. Po? Dhe njerëzit mendojnë që video jote është bërë virale, por viraliteti jote nuk dallohet aty, dallohet sa trend vjen në Google Trends. Po, këto 500.000 view janë të jo, ato thjesht mund të jenë robota në Pakistan ose në Bangladesh, kështu që përgjithsisht janë si këto shpërndarjet që i ndodhin videove aziatike, që kanë vënë që shkojnë me mira, me miliona. Pikërisht. Domethënë, social media në një farë mënyrë është një mjet i manipulueshëm, por ta thash edhe një herë në fillim që social media është për të krijuar perceptimin e fituesit. Dhe jo fituesin. Jo detyrimisht përkthehet. Që ka një influencë. Por Eurovision e ishim kënga më e mirë, po u krijua ky perceptimi, gjithë e bënin share. Rrjetet sociale na nxori dhe CNN-it parët në sondazhe. CNN-i nga doli, se nuk doli me idenë e një gazetari aty, kupton? Kështu që pra është ai perceptimi që ti. Domethënë social media krijon vetëm perception që kjo është kënga më e mirë, etj. Me radhën opinionin publik në një farë mënyrë e manipuloi që ishim kënga më e mirë, por fund fare nuk rastisëm kënga më e mirë, vetëm vullnetet. Shiko tani aty hapim diskutim komplet tjetër dhe kemi çështje që mund ta interpretojmë forma nga më të ndryshme. Por perceptimi është influenca e social media krijon këtë perception, këtë do të thoja. Për shembull, kush ka qenë vini dikush nga opozita që tha mua më janë shtuar një 1000 friend request, kështu që tani kanë shumë antar. Po i kanë sigurt atë antar në partinë time. Zoti Xhani ka qenë personi i cili bënte më shumë, themi, fushat nëpërmjet platformave të rrjete sociale, madje nëpërmjet TikTokut, duke bërë dhe video live gjatë seancave plenare, ose live TikTok edhe. Funksionon kjo, se edhe kjo është interesante. Zoti Xhani mori një numër votash, nuk është se mori për hir të vërtetës, duket se është kandidati i 4 e i 5 më i votuar nga PD-ja në qarkun e Tiranës, ka marrë 4000 të qenë konkret. Stando Xhani është kandidati i 4 më i votuar me 7263 vota pas Ilir Metajt. Që do të thënë ato videot live Së më thua që s'kam pas impact. Do të një analizë konkrete se kush ka qenë qersi suksesi Zotë Xhani, cili arrit merret numër tillë votash. Por
Që thua që s'ka pas efekt, nuk e thua dot për shkak se kandidati 4 me votuar i PD-s në qarkun e Tiranës. Pra shfrytëzohet edhe kjo mënyrë komunikimi. Kemi këtu dhe një, e kanë nxjerrë në fakt kolegu Isa Myzyraj, nuk e di sa Tomi do të na ndihmojë për të kuptuar, vlera monetare në dollar shpenzuar në 90 ditët e fundit në Facebook për reklama. Dhe kemi Partinë Demokratike me 43.873. Për të një batut, më falë që ndërpres, ka janë ca kandidatë që kanë haruar të ndërpresin fushatat. Le t'i themi që ndërpriteni se për orgjan leket. Kemi zotin Arun Ka disa që thonë në shfarës elektorale do përsëritet. Kur fillon një fushat, ke një datë fillimi dhe një datë mbarimi. Ata kanë lënë vetëm datën e fillimit. Kemi dhe zotin Sheja që ka shpenzuar mjaftueshëm. Deri diku nuk e di sa është përkthyer kjo pastaj në raport me rezultatin zgjedhor. Ai që ka paguar më shumë. Ai që ka paguar më shumë, pra është tek 30.014, flasim gjithmonë për dollar. Pastaj kemi PD-un, kemi Grigel Smuçollarin, kemi zonjën Tabaku, Vullnet Sinaj, Pëllum Seferi, Taulanda Jupi gjithashtu ka bërë shumë, le të themi, reklama ose ka sponsorizuar, kemi Bëlind Kolliçin dhe Endri Hasën. Që sigurisht bjen sy. Fakt, Jorita Tabaku ka reklamuar nga 2 akaunte, ka reklamuar edhe nga akaunti i Partisë Demokratike edhe nga akaunti i vet personal. 2 shifra të ndryshme. Po ta shikojmë, ka harxuar. Domethënë është shumë aq se sa aq, ta them fiks. Po, të paktën këtu flasim gjithmonë për 90 ditët e fundit të afër zgjedhjeve. Domethënë $10.957, por janë 2 page që e kanë bërë, është një gratë votojnë gratë, që ka bërë advertising për Joritën. Jorita Tabaku vet nga emri vet dhe me një disclaimer tjetër që është Partia Demokratike. Kështu që kanë qenë 3 faqe dhe vlera shkon diku te 14. Rasti i Joritës ndoshta është rasti që është përqafuar edhe nga publiku, që ka pasur komente pozitive. Nëse futesh në rrjetet sociale, shumë pak ndodh që të gjesh komente negative për individ të tillë si zonja Tabaku. 3 nga 8 persona që kanë shpenzuar më shumë para janë të Partisë Koalicioni Euroatlantik. Endri Hasa, Taulanda Jupi dhe Pëllum Seferi. Që të 3 kanë bërë fushat, kanë shpenzuar para, po vetëm për statistik pasi asnjëri nuk arriti të bëjë deputet. Nuk u bë zoti Basha. Kështu që folëm, Do të thotë që jo vetëm Tomi, ta shohim pak edhe nga ana e teknologjisë. Jo vetëm ti duhet hedhësh para, po është shumë e rëndësishme që të mendosh dhe për një strategji se si do t'i shpenzosh këto para, se ti mund t'i hedhësh, po ndoshta ato shkojnë në drejtime të gabuara dhe nuk shkojnë. Shumica e kandidatëve nuk arrinin dot të prodhonin as i lajm. Domethënë edhe prandaj filluan shumica të bënin thonjza budalliqe, por të bërë lajm në një farë mënyrë sepse si thoshe Roger Stone, një këta konsulentë Trump, më mirë famkesa se sa pa fanfare. Por që kjo gjë është, nuk mund dalësh befas, e thamë edhe më përpara, nuk mund dalësh befas kandidati një muaj para zgjedhjeve thua që unë do bëhem deputet. Cila ka qenë ajo është disa u bën, po ata që u bën nuk do të shende enigmatike. Zeqinia e famë që u bë për shumë deputete. Duke mbrojtur votën. Zonja Çaushi u bë deputete edhe për shkak rezultatet mirë të Partisë Socialiste në zonë zgjedhore. Nëse pse do rinte targetin që ishte 10 kandidat, nuk do ishte bërë. Fakti që shkoi 12, pati vend për gjithë pothuajse. 12 nga 16, po mos arrihet të fusje, do thotë që kot ishin atë listë pastaj. Ja, për shumë, më falë që ndërpret, Grigel Smuçollari ka harxuar më shumë se Jorita, por... Po. Është kjo gjë që thashë, nuk mund të dalës befa sa do para ta harxosh, po... Sa ka harxuar për shumë? Shifrë 13.000. 3, po ja, ku e kemi këtu edhe këtu. Kështu që... Para zonjës Tabaku. Domethënë, Jorita ka harxuar pak më shumë nga me gjithë të 2 faqet e tjera, por që prap ishe një personazh shumë i ri për median. Jo, është interesante se, hiq zotin Sheja që, pati edhe mandatin e dytë në këto zgjedhje, nga të gjithë këta kandidatë që kanë shpenzuar, duket sikur parat i janë kthyer, investimi është kthyer vetëm zonjës Tabaku, gjithë të tjerëve. Po Jorita Tabaku është një personazh që nuk është se hyri sot në kandidim politik. Po patjetër, por që edhe figura dhe validimi i figurës, ndërvite, etj. Nuk mund dalësh të befas, do bëhem kandidat. Cila ka qenë vidja ose le themi postimi më qesharak që ti ke parë nga kandidatët dhe ke thënë kuj ka vajtur mendja dhe ke parë me... Shiko, unë më erdhi gjuna për shembull për kandidatën e Shkodrës. Me ato videon. Ajo e Spitalit, me atë për mendimin tim, ajo kishte ndoshta një strategji një ata njerëz që po merreshin, por u trëm shumë nga kjo gjëja që ndodhi nga bumerangu. Çfarë të pëlqeu atje, ideja e pensionistit? Jo, nuk mua më pëlqeu ideja, por më pëlqeu ideja që e fshiu. A pse e fshiu? Sepse ajo bëri një harakiri kur e fshiu videon. Le ta rikthejmë pak në vëmendje, ju lutem.
Zotni, nga sa në kohësh, qa qëtësët? Doktor, a mund të më rri 11 mojnë, doktor? 11 mojnë i të shpila? Po pse? Po i kam dhënë fjallin e dojmë së për me votu. Po, he burë, po t'i deri me 11 mojnë po shkon kam tuja? Ma gëzash mandatin e dojnë Bilali. Tani, si t'japë me emrin kësaj? Tani, unë zdua t'japë konsulencë falës për herë të tjera, por që po e japë kësaj radhe. Si menaxhoj një krizë digitale në këtë rast, për opinion tim, shumë gabim që u fshi, sepse po u postove njerë online. Ne kemi atë videon, kështu që ne sapo e bërëm play, kështu që praktikisht ajo pranoi gabimin në një farë mënyre. Simuloj në këtë rast. Simuloj duke dalë me personazhe, duke zbut gjën, duke fol për shëndetësinë, duke përdor kauçin e arriti të ishte atraktive në atë moment. Pikërisht, por që ajo tha që unë bëra gabim dhe po e fshi tani dhe e la pastaj dhe mori gjithë fajin e gjithë situatë. Si doli në zgjedhje? Dori goxha mirë, po thjesht pse nuk arriti të kalonte për te listës mbyllur. Ngeli vetëm ke 4 deputetë listës mbyllur e pastaj direkt në radhë ishte Zojan Bilali. Nëse PS-ja do kishte marrë një mandat më shumë, Zojan Bilali do ishte deputet e Kuvendit të Shqipërisë. Kështu që le të themi që video që nuk prodhoi asnjë rezultat ose deri diku po themi thjesht nuk u menaxhua mirë kriza, nuk u menaxhua mirë kriza. Në moment që u publikua video e mori audiencë. Për mirë për keq mori audiencë. Momentin që ti merr audiencë, të erdhi diçka, më themi që nuk të parat vjen shpesh. Të audiencë do ta shfrytëzosh, jo ta fikësh e thosh nxjerrsi se bëj. Utrema. Tre parti do të jenë në parlament tani, 3 individ më saktë do të kenë mundësinë që të përfaqësohen në parlament dhe janë nga partitë e reja që erdhën në këto zgjedhje. Mendon se pa rrjete sociale këto deputet do ta kishin gjithsesi shansin për të futur? Besoj se po. Edhe pa rrjete sociale? Nëse do sigurisht e pa rrjete sociale. Fakti që këto 3 parti çan sistemin nuk ketë shumë arsye. Një nga arsye mund të jetë që ky sistem është bërë shumë i vjetër për të pranuar sërish. Dhe nëse i mbledh 3 partit bashkë, ngati rreth 140.000 vota, që janë pak. Po, ka një perceptim që vota më e madhe ka ardhur nga rinia për ta. Mos nga rinia, nga ato që nuk preferojnë më partitë tradicionale. S'po i them vjetra se... Okej, mirë, dakor. Se mënyrën e vjetër të bërit fushatit e quajmë kështu. Partitë tradicionale, të cilat kanë që nga ndryshimi... Jo, mirë, dakor, po. Shikote, 35 vite nuk e se quash i vjetër. 35 vite po, je në kulmin e sigurisë. Për dalë në kështu. Ideja partitë tradicionale cilat kanë qeverisur vendin që nga 1991 deri sot. O njëra o tjetra, o njëra o tjetra. Janë persona që kanë dashur ta ndryshojnë këtë, dhe morën një numër votash të konsiderueshëm, cilët arritën të çanin përmendën që një sistem që ishte konsideruar i papërballueshëm nga forcat e reja politike. Dhe këto 3 parti pak në këndvështrimin tim, nëse do kishin qenë bashkë, sot nuk do kishim një majorancë kaq të fortë siç është. Pra, që nëse zoti Rama ka 83 mandate, i ka edhe se shumë votat në të këtyre partive kanë shkuar dëm. Shumë koalicioni Nisma Shqipëria bëhet ka 64.000 vota rang kombëtar, ka një deputet. Po, pra, imagjino. Që rreth 50.000 vota konsiderohen tentativ. Për të folë edhe për partitë e tjera, që ka nga 24.000 vota, e kanë nxjerrë 2 deputet. Lëvizja Bashka diku mos gabon. Është vetëmi që duket se ka qëndruar nivele konkrete, por gjithë i ka shkuar goxhat. Gati 20.000 vota ka një mandat. Pra nëse këto forca politike do ishin bashkë, po patjetër, kjo është analiza që bëjnë. A mendon vini se do të mësojnë nga kjo eksperiencë? Besoj se jo. Besoj. Unë ashtu mendoj. Është egoja shumë e madhe. Egoja shumë e madhe. Janë tentuar që shumë egoist. Çështja është se egon e kanë, unë themi, këto parti që kanë më pak vota se ai që ka më shumë. Kjo është çështja. 2 partitë, 2 më pak votuar, thonë ne nuk bëjmë koalicion me asnjë, jemi vetë. Nëse je vetë pas 4 vitesh, me shumë mundësi nuk ekziston më, pasi ideja është e tillë, nuk ke një majorancë me 71 mandate përpara. Ke një me 83 hipotetikisht plus 3 tjera. 86 vota. Çdo ligj që prezanton në programin analitik në janar të çdo viti qeveria ka mundësi të miratoj pa pasur praninë asnjë tjetër, se i ka votë mjaftueshëm. Të nevojshëm. Po në fakt domi ka qenë kjo tjetra, se tani më kujtua kjo metoda e giveaway. Po. Tani ti këtë si Jo, do të ata që na ndjekin nga shtëpitë mbase nuk e di se çfarë është giveaway. Kurioz jam të di kush e fitoi atë se mora vesh. Ajo është shkelje ligjore. Ajo është shkelje ligjore. Ajo që bëri zonja Kalaja shkelje ligjore. Shiko, një minutë, pse shkelje ligjore? Sepse ti po bën premtim parash.
Kupto, do t'ja para. Jo, s'është premtim parash, ajo është giveaway. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i tha giveaway në periudhë fushate ton. Misisht, po ju them fshiheni atë. Pak ditë nga Nëse unë të them ty që mua më pëlqejnë këto gjëra që janë kontroverse. Edhe prandaj më pëlqeu ajo e Donës, edhe kjo më ka pëlqyer e Adrianës. Se në një farë mënyre ajo e bëri skupin, u bën lajmet, u bën personazhe, doli personazh te Portogallia, u kriju storytelling e tjera, do të thënë në fund fare është marketing. Është storytelling. Okej, puna është pastaj storytelling edhe më thes me para kështu live, para Jo, po edhe giveaway. Mund bëj historia. Shiko, se atë e bëri edhe Elon Musk, tha, do jap $1 milion tha për atë që do regjistrohen te listat e Trumpit të Filadelfias. Ja pra, këtë duhet ndajmë ne. Ku është limiti? Kush vija e kuqe që nuk është shkelje ligjore? Qa ishte këtu? Nuk e njoh legislacioni amerikan, por këtë shqiptarin e njoh të bësh premtime para për pozicione pune. Jo, po aty nuk është bërë premtim para se dukem sikur po mbërojmë tani. Aty është bërë për follow. Nuk është e thënë që ti mund marrë pjesë edhe Krisi, ai që bën follow dhe ai që komenton, ti të dielën mëngjes mund të votosh për ballin kombëtar. Ajo është puna jote. Ti mendon që kjo ishte një mënyrë geniale? Unë them që ishte pozitive. Ja, ta gjejmë pak, vetëm një minutat e fundit, po gjithsesi për të kuptuar, përse çfarë ofronte zonja Kalaja. Me €200. Për këtë arsye, fituesit do të shpallen me datë 10 maj në ora 19. Pra 200 euro. Dërsuar mbështetjen tuaj, 3 qytetar do shpërblehen me 3 çmime. Vendi i parë me 1.000 euro, vendi i dytë me 500 euro dhe vendi i tretë me 200 euro. Po pra, aty është me bluzën ku ka X-in te emri vet, dhe duke se po thotë vini X-in. Jo, vini X-in. Tani ti mund mendosh shumë gjëra, ti mund thuash edhe që ajo lulja aty mbrapa ishte. Do futesh në parlament, se i ke dhënë njerëzve 1.000 euro për të marrë votë. Jo, ajo nuk ishte kërkim vote, ishte kërkim për të rritur fanbase-in e followersave. Në fund fare. Po kemi kaq naiv Tomit, lutem tani mirë, gjithsesi. Shiko, nuk besoj se zonja Kalaja është nga ato persona që do paguën. Megjithatë, origjinale në mënyrën e saj. Origjinaliteti që gjeti deri diku konsiderua jo ligjor nga ana e institucioneve. Vetë KQZ-ja ka thënë, misisht i themi ta fshin. Në të kundërt pastaj. Ka qenë ky reagimi KQZ-s po. Në të kundërt pastaj institucioni do referohet. Vini, publikisht Iliana Celibashi. Iliana Celibashi konferencë për shtypje. Jemi në fund. Tani kandidatët flen vini? Flen deri në 2029. Jo, deri në 2033, se tani nuk kam edhe zgjedhje. Çfarë ndodh? Nuk besoj se flen. Sidomos mazhorancës, pasi kanë 3 zgjedhje para, Berat, Tepelen edhe Mat, që duhet të zëvendësojnë kryetarët e bashkive, hipotetikisht edhe zgjedhje parakohshme në Bashkinë e Tiranës. Kështu që sfidat vazhdojnë. Nuk i lë njëri që të pushojnë. Ndërsa Tom ti bën thirrje ti bëjnë stop ecave që i kanë lënë. Unë i bëj thirrje stop edhe nëse hyn në Bashkimin Evropian, zgjedhjet e tjera janë 2033-shin, jo në 2029. Ta shohim me këtë. Të opozitës nuk i njohin procesin elektoral 11 majit, prandaj janë gati. Shumë faleminderit Vin që ishe në program ton, faleminderit që faleminderit të dy, faleminderit. Jemi në limite, po. Kemi përfunduar edhe për sot. Ne ju falenderojmë shumë për vëmendjen. Ku na gjejnë neve nëse s'na gjeni në YouTube, natyrisht për ata që s'kan mundur të shohin gjithë bisedat tona, ne shihemi nesër në orën 7.